Kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzatos kanë zhvilluar një konferencë përshtyp në kryeministri lidhur me progres raportin e publikuar nga Unioni për Shqipërinë për vitin 2025. Gonzato i dorëzoi kryeministrit Rama progres raportin, ndërsa më pas tha se progres raporti shënon shpejtësinë që po ndjek Shqipëria dhe proceset e negociatave, ndërsa shtoi se tashmë kemi hyrë në një fazë vendimtare. Më lejoni që së pare të them që dje Komisioni Evropian miratoi paketën e sqarimit për vitin 2025, e cila përfshin edhe raportin vjetor për Shqipërinë, dhe kjo ishte paketa e parë e Komisionit të ri. Sapo i dorëzova raportin kryeministrit të Shqipërisë, më vonë sot unë do të takohem me ministrin për Europën dhe punët e jashtme për të diskutuar raportin, ndërsa më vonë gjatë javës do të zhvilloj takime edhe me përfaqësues të biznesit dhe të organizatave të shoqërisë civile. Sa më parë që t'jetë mundur, do t'ja dorëzoj raportin edhe kryetarit kuvendit dhe do ta paraqes atë tek kryetarët e të gjitha komisioneve parlamentare dhe drejtuesit e grupeve parlamentare. Më pas, pasi të jetë kthyer në Shqipëri presidenti, do t'ja dorëzoj raportin edhe presidentit të Shqipërisë. Raporti i këtij viti publikohet në një moment shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. 5 nga 6 grup kapitull negociues tashmë janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. Kryeministri Rama tregoi vendosmërinë e qeverisë së tij për të arritur objektivin përfundimtar, ato të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndër të tjera, ai tha se qeveria e tij ka bërë punën edhe për kundërshtarët politik, ndërsa shtoi se Partia Socialiste nuk do të largohet nga pushteti pa e bërë Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Se mbështetës dhe kundërshtarët qeverisë jemi në kohë të ndryshme sipas qeverive që shkojnë dhe që vijnë. Kjo jona nuk do shkojë pa sjell Bashkimin Evropian në Shqipëri dhe pa bërë Shqipërinë antare krenare të Bashkimit Evropian. Më tutje pastaj do shohim e do bëjmë sipas asaj që do vendos populli. Konferenca vjen një ditë pasi Bashkimi Evropian publikoi progres raportin për Shqipërinë për vitin 2025, ku vlerësonte progresin e shpejtë të negociatave, luftën ndaj korrupsionit. Evidentoi gjithashtu edhe klimat të tensionuar politike me një parlament jo plotësisht efikas.